Fshati Abri e Epërme në Drenicë është një vend ku natyra dhe historia përplasen me forcë dhe bukuri. Ky fshat ka një histori të pasur dhe të ngjeshur që është e lidhur ngushtë me ngjarjet historike të Kosovës dhe të rajonit. Abria e Epërme është pjesë e një zone të njohur për traditat e forta luftarake dhe popullin e saj të palëkundur që ka kaluar shumë periudha të vështira, por gjithmonë ka mbijetuar dhe ka ruajtur identitetin e vet. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, Abria e Epërme ishte një nga pikat kyçe të rezistencës shqiptare. Si shumë fshatra të tjera të Drenicës, Abria ishte vendi ku luftëtarët e UÇK-s organizoheshin dhe vepronin duke ofruar mbështetje për lëvizjen çlirimtare dhe duke u bërë pjesë e luftës për lirinë e Kosovës. Por nuk është vetëm historia ajo që e bën Abrin të veçantë. Abria është një fshat i vogël, por ka një energji të madhe. Fshati ka ruajtur traditën e mikpritjes dhe ndihmës së ndërsjellë, duke mbetur një pikë referimi për shumë fshatra të tjera të Drenicës dhe përmbar Kosovën si një shembull i forcës, i bashkëpunimit dhe i krenarisë kombëtare. Në këtë tokë kujtesa nuk vdes dhe zëri i fshatit nuk shuhet, sepse këtu jetojnë rrënjët e një populli që nuk u thye kurrë. Ndodhemi në Abrin e Epërme, në Abrin e Xhemal Abris, në Abrin e familjes Deliu dhe familjes Muliqi që u masakruan gjatë luftës së fundit në Kosovë. Sot do të dëgjojmë rrëfimet e banorëve, histori që nuk janë të shkruara, por janë të ruajtur në oda dhe në memorien e banorëve. Do të flasim për tradita dhe zakonet që ruhen ende, do flasim për vështirësitë me të cilat haset fshati. Abria e Epërme ndodhet në komunën e Drenasit. Edhe pse historia e këtij vendi është plagosur rënd gjatë luftës, zemra e këtij vendi nuk ndaloi asnjëherë së rrahuri. Qëndroni me ne sepse zani i fshatit është zani i këtij vendi. Ishte mëngjes i 26 shtatorit të vitit 1998, kur heshtja maleve u presh nga zhurma e armëve dhe britma e banorëve. Forcat serbe hyn në lagjen e familjes Deliu dhe fëmijë, gra e pleq u përballën me një terror të paparashikuar. Kur u hap libri i jetës, në një hark kohor prej disa orësh, 23 pjesëtarë të familjes u fshin nga faqet e jetës. Një familje u masakrua, një histori u shkatrua dhe u hap një plagë që ende nuk është shëruar. Kjo është masakra e familjes Deliu në fshatin Abri e Epërme. Këtu afër meje është Besnik Deliu, i mbijetuar i masakrës së familjes Deliu më 26 shtator të vitit 1998. E sot Besniku nuk është thjesht një dëshmitar apo i mbijetuar i asaj masakre, por është edhe zëri i njerëzve që nuk jetojnë më. Besnik, si e kujtoni mëngjesin e asaj dite? Mëngjesin e asaj dite e kujtoj me ide më të thellë të shpirtit tim, që ajo ditë nuk mu harrohet asnjëherë se i kom humbur ndoshët e familjes. Sa vështirë ka qenë për ju kjo humbje? Ka qenë e vështirë se na ishim si fëmijë të vogël, pa nonë, pa babë ngërdet, migja në vit port frontit, edhe ishim pothuajse në vetmi. Herën e parë kur e kom pas takimin mos ngjarës, migja nuk na ka gjetë vend ngjarës ato, edhe mas 2 dite na kanë gjetë neve, se neve na kanë largu për vendin ngjarës, na kanë çuar afër 1 kilometër e gjysmë larg vendin ngjarës, të një plakë, atë një plak.
Kë atë plakën është si neve e kanë vrarë, na kanë lënë neve vesh me atë plakën. Edhe në herën e parë kur orë migja, unë jam ko 5 vjeçar, s'kum ditë me dallu në formën, se kum pas trauma dhe se kum po migjen që vartë kam gjik. Unë ka ratë vekt. E kuptoj momentet vështira. Sa pjesëtar nga familja jote u masakruan atë ditë? 10 pjesë, 10 antarë të familjes tem gjerë. Një ndër to dhe nëna juaj. Një ndër të nëna jam cila u ko 7 zanë. Se është e vështirë si pyetje, por më duhet ta bëj, pavarësisht se për ju është plagë. A keni një përshkrim të nënës tuaj të asaj dite? A keni arrit ta shikoni nënën tuaj atë ditë? Jo. Jo. Si shpëtuat ju nga ajo masakër? Se e patëm fotën, njëherë me granata pistoletit në kanë barbandu, të në janë arkëm sëria. Edhe nuk e di as vetë që shkena shpëtu, jena kanë të plagëst, edhe di që na kanë marrë, na kanë largu për i venit në gjarës. Kush ju ka ndihmuar? Na kanë ndihmu të logja Hysejnaj, tash ka ndru jetë, dada shehide, cila në atë kohë, po konë edhe pak e më shune, po me mundësi të vejta, na ka pështirë plak, na ka ndihmu, deri sa orë migja na ka gjetë me shok të vetë. A ktheheni shpesh në atë vendngjarje pas kaq vitesh? Ju me motrat tuaja? Unë personal, po në motrat e mija, jo. Se kena pas trauma edhe automatikisht kur shkojna të vani gjarës e kena një farë nervoze, një farë presioni që na kujtohet që ka ndodha ditë në gjarë. Është e kuptueshme. Po në Varreza vini shpesh? Varreza, po. Besnik, si përkujtohen sot dëshmorët e asaj dite? Përkujtohen me knatësinë e më të madhe që kanë dhënë jetën që nëse të gëzojnë Alerin e pamvarur. Shumë gjak, shumë dëshmor, shumë martir, shumë viktima të pafajshme kanë ndërru jetë që nëse të gëzojnë Alerin. Vërtet, lakti i dëshmorëve tonë. Shoh që jeni me uniform të forcave Kosovës. Sëd, unë e mboj uniformën me këndënarin më të madhe për të shërbyer banit ta. A ka qenë tragjedia jote shtys për të zgjedhur këtë profesion? Po. Pas të njëherë në këtë të bëja njëjtin masakër nëse ishëm luftë me popullin serb. Asnjëherë. Asnjëherë. Si vazhdo jeta për ju pas asaj dite? Jeta për ne ka vazhduar se na duhet jena gjallë, duhet me jetu jetën, pas të njëherë nuk duhet me harru të kaluana. Besnik, unë e di që është e vështirë për ju, a mundeni na tregoni pak, sepse shikoj llakat edhe fotografitë e familjarëve tuaj. A mund të na i tregoni ju lutem? Faleminderit. Dhe me është migja, gjysha, hala, gruaja migjës, djali migjës, nona jam, gruaja e Bastimer, djali Bastimer jetune, edhe qika e Bastimer, edhe dituria qika Bastimer, cila i kam bejetu masakrës, po pas trauma që ka pas, ka ndru jetë pas dy orë. Shumë e vështirë, edhe për ju. Besnik, a mendoni që shteti ka marrë përsipër për ta zballur këtë çështje, këtë krim, dhe vepër penale? Deri me A mendoni që po përpiqet drejtësia të bëjë diçka? Deri me sed,
unë nuk e di që u bod një kërkesë ju për shtetit për familjen tem, po për rastin një ngjarje që ka ndodhur në Kosovë. Pra asnjë. As nuk u zbor asnjë një. Por sot ju që jeni në këtë profesion që e keni zgjedhur vetë, a mendoni të bëni diçka? E vetëm nuk mos të bësh asgjë. Është e vështirë. Po bo bashk, nuk mujna. A keni pasur ndonjë ndihmë nga komuna, nga shteti, ju vetë? Jo. Fare. As motrat? Jo. Besoj ti je martuar, je sistemuar? Unë jam martu, e kam një vajzë, Gëzohem, vjen shumë edhe me dy jetë djem, gjatë. Me jetë gjatë, ka isha. ashtu edhe motrat e mia që i kam vjetu. Masakre se janë martu, njëna ka 2 djem, njëna ka veç një djallë. Djalli Bacitimer është pothuajse në lidhje e sipër gati prag fejese. Inshallah marrë mirë. Amen. E na për tri. Jeta vazhdon. Pavarësisht dhimbjes madhe, plagës që nuk është shëruar akoma, jeta vazhdon besnik. Besnik, çfarë do doje të thoje botës shqiptarëve për dhimbjen dhe historinë tënde? Për botën shqiptare të t'ju thoja që sa më shpejt drejtësia të vjen vend, të gjykohet ai që është për gjyku, ju në shqiptarët. Besnik, unë të falenderoj që ndave kohë me ne. Faleminderit vetë juve. Të kërkoj ndjes që mbase të ngacmova plagën që nuk duhet, që nuk është shëruar akoma. Por realisht doja që ti ta ndaje këtë histori me ne. Po për boll me të kalunën, traumen që kam zemër nuk po mujna mi kalu. Është e vërtet, jenë shumë vështirë. Po do të më përbol për çdo ditë, Duhet edhe forcë. si te kalunj. Duhet forcë përdesa ti ke arrit të krijosh një familje. Duhet motiv për familjen tënde, për fëmijët e tu. Edhe mbi gjitha, duhet të tregosh me krenari kush je. I biri i kujt je dhe komplet dhimbjen dhe sakrificën tënde. Besnik, falenderoj ashtu më shumë. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi dhe sërish të kërkoj ndjes. Faleminderit. Jemi në oborrin e shtëpisë së zotit Ramadan Hysenaj, banori i fshatit Abrije e Epërme. Dhe Ramadani do të na tregoj pak për prejardhjen e fshatit Abrije e Epërme. Na në orë prej plavës duhet. Plavës Gucci. Molizit. Në vri janë kathoj 3 vllazë për në vështore. Edhe o vendos në të vllazë. Janë në vri edhe një përkas. Në hoqë në me përkas me të vllazë i nga kushëri. Dhe më thonë, dasma marë të këto kreti bëni bashkë, Jo, i këna bon, se ata kanë ardhë në atë kërë, kur për Skënderbet ma mërmene se kënë ardhë që Obri është emën katalik, nuk është emën musliman. Ta se na imi mund musliman, në ka këtë urësia në për musliman. Edhe mirë është që feje mirë është, nuk është feje kikiqë. Edhe kështu dhe i vonë në thirë në për dasma, në për, jo këtë katolë, se katolët ma janë të, po dasë janë kosin matë një ose dhe pleshësa. Kështu që tash në ka vazhdo jeta, që të 3 vllazit, që ka dhe vllazit, që s'ka nartë për i mundësi, janë vendosin Obri, në vri, prekin prekaz, emën ka pas Open, Obri, prekin prekaz, luta, Litoglav të peja, qatë Litoglav. Ramadan, si e man mend fshatin Obri, dhe më thënë që kur ke qenë i vogël e dem sot, si ka ndryshu Obria që kur keni qenë fëmijë e dem ditët e sotme? Obria ka ndryshu shumë, pe i kërqenë fëmi. Kur qenë fëmi, fshati për i ka qenë u morë me bëshësi. Se atë në atë kohë s'ka pas, unë në vitet e 70-ta,
s'pari herë, që ko kem drenasit sa matë kem të më të kulledra, po s'pari herë kër shku gjimnaz, se në dhe kom nëso vitët stahet, që atëherë ndonë drenas për s'pari herë, se na merë me bujqësi. Po shumë s'ka pas, ka në merë me tokë, në për tokën, me blektëri, lëp dëlle, dhamë, shëjtire, bolica, me që krejti këna pas, me që ato i në merë. Tash edhe nuk, më njerë mas lufte, të të në nuk ka pas a shkollë. Në vitet 1948, u hapë shkolla parë në odën e gjyshit e më, Haqë Halila. Gjuhë Shqipe, s'ka pas shkollë në Shqipe, dhe më që dhej mas lufte, 2 batnore kemë fjallët. Jo, këtë luftën tash. Mas lufte 2 batnore, nuk ka pas shkollë gjuhë Shqipe, po mas lufte 2 batnore kanë në atë sistemin që ka qenë, kanë kërkuve me hapë një shkollë në fatin e vëri, edhe atëherë shpi, u dhe shkolla s'ka pas, unë nuk pas shpoj 99. Kanë pas një vetë mëllë, ma i menë kanë pas një vetë mëllë, edhe në qatu, kanë hapë shkollën e parë në gjuhën Shqipe, edhe në atëherë s'ka pas as me shkoma në ashtë në dëmërë, se korika s'ka pas, shkoma me 3 kamë. Po, e di se që po më karame. Që ashtë të ka najtë, edhe mësosa, e kod 3 mësosa që tu në të orë ka mësim, të në sotë i s'ka pas dhe shkollun, për janar, për dhe tjera. Shatrave tjera. Shatër që ka ditë ka pak me shkollë me lezuë, edhe që atë në të kanë hangër, të kanë mësim, po në mbrome kanë plejtë edhe në të tonë. Nështë të kanë arzonë, të kanë shku për shpia, ta kanë e tjenë, ko mos apel të lartë, të duft, ka pas atër me shka më dhëtu, me shku në për shpijat veta. Kështu që mësusi i parë në gjuhën Shqipe, që ka mësim lodën e gjyshit të më Haqërin, që ka qenë Shaban Jashari. Gjyshit e me Jasharit. A i ka dhe mësim, se dhe në 52-ën, 4 vjetë ka mësim, 52-ën më marru shkollën në bëri. Nështë a këta në i pi qatin në bima poshtë. Po, kemi dalë në tjerë, po, e pam. Atë shkollë ka mëru bashkëtarët. Atë më një vullnetare, dikush ka pajtë kur, dikush zhidit, dikush bashkërt, edhe shkollë ka funksionu për 52-ës, dhe i në luft. Luft u shkatrove, kërkallë, që luft e tash në luft e fundit, po. U shkatrove krejt, mas luft e ka nërë dhe rëzata tuja, e ka maru me një SDC-a, Zvitrës, SDC-a ka rëzata Zvitrës, me RTL Gjerman. R2 Gjerman, ato 2 mëzata, ka më që shkollën që është, dhe shkollën e mire ka marru. Shto që bitet e basi ka për shkollën, ta që ka shku Gjinja këtë në për shkollën Gjinja, bitet e 7 gjatë 5-7 kanë pëllu me shkollën e për shkollën më të malë, në gjimnazë, shkollat mesë, se s'ka shku, unë pe bitet, qatë bitet 7 këmë shku në gjimnazë, që di që atër që është të i në merë me tokë, me bujqësi, që është të kuha. Kësaj edhe sot e kësaj dite banor që kanë ngellë fshatin Abri merën prap me bujqësi, me blekëri. Edhe sot merën, po ma pak merën. Atër ka merë tash, ta merë dë, po shumë ma pak se për pare në merë ma shumë. Blektëri ka pas ma shumë. Edhe numri i popullësisë është ma i vogël. Tash ka ra numri i popullësisë, me të ka numri i popullësisë, unë i kohë dhe se të fshatit edhe pa lufte edhe mos lufte. Pas ka të regu, së të ka shumë të dikush. Mora pak informacion para prakisht, në fazën e ardhë. Besoj numri i banorëve të fshatit të Abri ka ndryshu shumë. Sa ka qenë numri i banorëve pak a shumë më përpara në këtë fshat? Dhe në gjuhët, fshatit të Abri ka pas 2550 banorë. E sot? Sot, vallaj, sot nuk ojmë me të regu, se ka gjematë nuk jam gjarje. Vesh për zonë se a di që mas i luftës që po 1998, bas më një luftës i këna pas 550 zonë. Sot i kem 100, bëleshtë ditë e veta në mësos, ta 115 zonë të këna. E so më në zonë ta 115 vetë. Më honë në vend që më ngritë, mi bo për 1.126 vjetë, mi bo për 5 mi bo 1.000 zonë, ta najnë në orë, 115 zonë, se janë shpengull. Komplet.
Do ka dalë perëndim, do ka dalë drenat Prishtinë, për Kosovë. Më shkurt katonën e kalsu këgja shumë katonën. Shtëpia të mira ka bëllë. Kur të shtëpia si kena pas. Kurse më të mira. Kena pas shtëpia, kena pas njerëz. Tash kena shtëpia, s'kena njerëz. Tash kena shtëpia të mira thonë ku ti më të kënaqesh po gjithë pak. Çfarë do këshar koha? S'kem ç'a bëjmë. Bas, a mundesh më tregu si është historia që jeni nda me Abrinë e poshtme? Me Abrinë e poshtme mirë bërë që më mund t'i pyetje, se në një fshatin e konë, po se kam lexu pak që një një fshat tash ju i përkesnit komunës Drenasit, ata përkasin Skënderajt. Me po, domethënë këtu jeni, nuk është jeni lart se përballash. Veç i kem të fusha pa, të që ndojnë. Mas luftët ditë botërore na kanë do sistemi komunist që ka qenë, na kanë donën dy fshatra, edhe te atë që shto kanë betë. Po, a i keni marrëdhënie të bashkë me fshat? Mas luftët e bile kena pas mundohën, mas saj luftët që ku ishtash, mundohës e një ka pas vonë, dy fshatra një falë të bimi, kështë që më bo bashkë, apet në fshat, po nuk në janë ulvikë këta sistemi të na shumë sisteme këna pasë, edhe kësë na kanë përzit na kalon me bosh këtë dojnë na. Është rëtur. Po ta shush funksionojnë marrëdhënia me banorët e fshatit atë, ju, domethënë, a martoheni me njëri tjetrin, apo diçka? Ja, nuk martohem me ta. Nuk ashtu. Nuk martohem me ta, jem një fisi. Nuk martohem. Marrëdhëniet e kena të mira. Tash për para janë thirrë më shumë në për drejtë drejt tash trasën shkojnë aty në kohën e varrimit kështu morën pjesë ata ata si sarësh më shumë. Po besoj se edhe zakonet e traditat janë zbe. Ja, po janë zbe. Tash edhe me ton drejtën nuk pa shkojnë më gjina më si për para musafirë nuk u pas babgjishin do të kur pa musafirë s'ka dajt. Vedi në nësë mësë pas mësafira i këgja dhe këshka posonte që së kërkush. Edhe dhe këshka thema një këshqi që të një pas të zuka, një pas të shëreme, të i në të bënë më habes, atë s'ka pas të radijet, televizora s'ka pas. Më morë me të veç me bëmë më habet me vla, me këshqie, me qështë. E tash ka ndryshu koha, tash me tani musafir, veç e që ti kafe që të kje, telefonin musafiri, s'lasin heq, arina 2 saat qërë, veç me telefon në dorë. Të kështë ka përpohën. E koha teknologjisë. Cilat janë disa nga zakonet që janë rujt akoma në fshatin Abri? Nga tradita dhe zakonet aty në herëve që janë rujt edhe praktikohen, respektohen edhe në ditë të sotme. Allahe, për zakonet, tash dashmat për pare kanë për dashmat për shpia, tash për pojnë për tekne. Kanë të shumë zakonet, por dashmat, a vetë i vazhdojnë, por zakonet nuk jenë ato zakonet që janë kanë. Dhe shkojnë që shto, në des në isë, në qatë morëm këtë pjesë, në morrime, në tane, por për pare ka qene ponja, unë e këjë bëth një moshin 5 javë, një moje gjysë, dikur e erë, 15 ditë, tash e 7 ditë, tash 3 ditë, dikon as 3 ditë si vojnë, dikon me qatë ditë. Dikon me qatë ditë, të në halem mojmë ka 3 ditë, po shumë të fshata 1 ditë edhe qatë ditë në varimit edhe u kry puna. Pa vinë sene të shkortu, edhe për pëllata, s'pa kanë nga mo, janë shkip. Njerëzit janë paksu, angazhimet e jetës janë ma të rana, ma të larta se shkanë qenë ditë. Atër kanë pas ma shumë kur me najtë gjinjat, plesht, në për minje këto sali, tash pa ka. Janë shkazuar në vërina vetë, çdo lorë gati 7% veç janë. Ju vetë me qa merën e këto? Me ka jetan me qa merën e? Si e kalon një kohën? One jetoj me qitë folë gjithë. Me djemë, me familje më bo. Për momentin jenë është në 2. Një gjolje kam Fransë. Ma një tjetërin fort. Një gjolje kam Fransë me familje. Mojzët i ka të martone, do janë njarë për këto. Një gjolje kam këto është me muje tënë, po për më të sasë opsajde, është në Prishtinë, a i për në Prishtinë, edhe më ne jetën a i, gjolje i vogël. Po në punë Prishtinë të ashtë, për rëthaman që për e bojnë. Me qaj ka lëni kone lirë të vetë, se je pensioner, besej? Unë jam një farë pensioner, një kam vogël, po kone lirë që shtë me aborë me bashkë, vajtë që ne do
thera do merrem nuk rrina kështu këtë me vadihova. E bac, cili është kujtimi më i bukur që keni në këtë fshat? Kujtimi më i bukur? Ja. Vallahi s'po di. Ka shumë kujtime të bukura, po. Keni shumë, a? Ka shumë. E një më të bukurin. Nuk po di. Apo kur je martu? Apo kur martu. Kur je martu, të kujtimi më të bukur. Kur martu atë kohë ku më ndryshe, tash martesa janë ndryshe. Po. Tash martesat në podateri për bojnë atë e këna bonë në katone, o koni fashëreti, valloj, ma dëshën, po, tash kanë dëshu, po, tash mi kërbojnë, po, tash, kërpo e kërbo, në për katone i këna thirë, për shamë në lojën krejt. E bashëm të prishëm një ljot madhe, 2 ditë darsëm, të në të mjetë të zotit, tash një ditë në tërë gjatë në aksham bje për i tërë, me dem një asa hotit, piskosën, dhirë, shapatojnë, shapatojnë, do me në vesh të këtë vish për i atëri, një ditë vesh të piskosë. Edhe për shumë për pare, këna thirë me thmije, me groa, me krejtash, thirë veç ka të janë të familjes, Matë mallën e shpis. Matë mallën e shpis, me zojnë e shpis, edhe ata familjes të ushtë e thonë dhe thmi, po për shumë të atjerë të mi si morën, të për shumë unë e më më thirë, dikosh në ashtë më sa të hajtë të mikrofonë edhe të puna. Qashtu? Se vërtet. Bac, porinia e fshatit Abri. Qa perspektive shefti, ose si e sheftarmen e rinis të fshati? Allah e rinia fshatit Abri, tarmen, shola bëhat mirë se njëherë kanë perspektivish. Këtë rinia thujë në kanë dalë jashtë. Se rinia të shkejt duhet të janë për kënë fakultete, për kënë shkollat në të thane, po punë nuk. Punë është problem me gjedane punës, unë kam 2 vajza, magjistra, janë në Gjermani është, magjistra biologjist, janë në Zvicër, 10 vjeç të ka nejtë punë së ujtë me qëtë. Magjistra biologjist, do të më shpëngull. Ka pununën në 6 vjetë, në beshëvim keksa shitke, me magjistr. Mili kur ka konkuru me shku ato, i ka thuaj, prenori, thë, po më vjekesh se unë këto i kam ketë me shkullë pillore, me shkullë mes, me ti magjistr, me që tonë dhe parlem keksa, po s'pa mu i me të tonë. Po, kushti e po gjashtu, tha jo, në pa me edhe ato vishë, s'ta në rejnë shpi, për momentin, janë drënia, këtë janë drënia mirë, shëndosh, drënia mirë, kalojnë, po, depresimet të problem. Depresimet nëse s'kin gjashëm, o problema pasë. Shumë një këtë një shështë e ata nashtë. Paka shumë, e njëjta dhe aty, e njëjti sistem figuron edhe në Shqipëri. Pak gjë dallon. Me çfarë vështirësish haset fshati? A keni rrugë, a keni ujësjellës, a keni rrym? Na, për momentin, rrugë të kena. Rrugë kena në dërshim në kanë ba, ujësjellës në kena. Na kena ujësjellës në... A keni mungesë ujë? Mungesë ujë të kena, po i kena qenë dhe bunon, Vetjak. Vetjak shtu, ka të qëmë, kam këtë kita bërë që bërë që brëm, bërë që këte i bërë me bunon, me rrim. E kënë gjërë vetë? Që kënë banderë që fushta, po do këtë të fushtë ma shumë. Po. Fej që atje kam qëllin e ka 200 metra për jetë, dhe 85 metra e kam pjellë më të, se s'ka ujë. Këna po e banonët ka me dore, këna pas qëllë, po tash ka shtera, tash që u po mirë që i bas luftë e në orë makinat që për qëllin në dukështu, se mos nga ka ashtë do këtë e bërja me në shumë të të shafë. Më kësë të ujtë. Përsa për këtë qëndra shëndetësore e spitalit? Shërbimit mjekësore kuj mërë? Shërbimit mjekësore në morëm primarat, që në fillestore në bëri është. Ka ambulant? është ambulansë në bëri, mjekja vjen 3 herë në javë, po 3 herë javë jetë. Këtu më të mësinole që për injekcione dhe ndime në parë që da, unë janë fshatit. Dhe i prate, janë nuk e fshatit tullë, po vinë këto. Vinë këto, janë të funcionit. Qëra të morëm të rënasër bimat në onë të Prishtinë, të specialista do të Prishtinë në shku, se këtu në drasë nuk ka specialista, ose privat ka, mjek privat o mush pljat. Po, shkëtë është. Bac, ngjarja më e madhe, më historike që ka ndodhur në këtë fshat, cila është për ju? Ngjarja më e madhe për ne është që të kina shlu e armikët. Ju a jeni shpërngu gjatë kohës luftës, a jeni larguar nga fshati? Na, gjatë kohës luftës,
kena najtë këtë, unë i më kohë nga zhonë në shtëri, po me qatë që kanë mjëtë të lijajt, me 26, 7 orë në atë të kanë mjëtë, e kanë marrë shtapën likos, forsa sërbe, janarë të lijajt i kanë gjithë. Po të lijajt o një tërbi? Po, kam shenë këtë lijajt, po. Ato paske, për dishe e asën të lijajt, nestit në kanë une qëtofë. Që të i thënë, në trau, që që a ljuzë, atë po, një dy vjeshë, një ledin, thënë, prau një vëshë më lijit. Ato në abstrahu se, të s'kela mujtë me strahu se në gjushë për i likosit me në hejë, sa me të, pa. Në strahu që ato, e ko ditë e shtonë. Në kanë në dalë për shpija, që të kënë të letë, po s'patëm qëra për e shumë. Edhe në dalë që atë, në dilë në ora, të në kanë nërë të kufot atë sërbë, edhe në kanë në zonë ato. Ushtëria ato je vetëm pa armatin, pa këtë, shika e me më, se na në kam përsho, po ke pas një armë, një automate, këshef s'këshef, pa bje lafi. Shtu që na e nërë në kanë zonë. E si shpëtu të atë ditë? Atë ditë shpëtu, rasti që në shpëtu na, më gjitha e këm paramendohë dhe këm islua dhe me fshatare me kolegën, thënë, e rasti që më shona që ka bënë ditë për fara masakrët e Delijajt. Se në neve që atë ditë më sëri, po sigurisht një të Delijajt, po ka më masakrët edhe ka enarë, ku kanë gjithë shpesh, që tu apër që të këshë, e kanë zonë që të këshë i të drose me ka pasamin me grut vetë, edhe dy musaferi ka pas pleqë. Se ata më ndeshën që pleqë në lejshën të shpija, mos nuk e mbisin pleshtë. Edhe kur i kanë artë, i kanë thonë, ata i kanë mytë, i kanë prej me thajka. Dë këshin tonë, një halën, një grullë të i shahide në kapshtonën, se i këshin pas marë për Delijajt, 4.000 Delijajt, shposta polisore me veti. Kanë artë, e kanë gjithë që ata 4-3 kanë mytë, një grullë atajt musafirit, atë musafirin që ka pas për këshia, edhe atë musafirit, këtë këshin të ndrëstemin, po që atë shahide ka pasan Allah, tina gruja tina shahide, ata nuk e kanë sëkshin pas mytën, po që thonën me, ja këshin loqë ata 3.000, 4.000 për të më thonën, loqës Delijajt, të mërë Delijit, një akatin të bajale me, qatë besnike që pas e pati, besnike vësin me luat të veta. Besniku për nënën shahide. Që nënën shahide i ka morë, i kështë të merë, shkoj pas trejtit, edhe qëtet që aja holla, po të jetë 7.000 e të papshtë. Se ndashta ka qenë naj miles ato pak ma, i adin pak ma zëmën mi, se dhe mi sunin ho, po të mos për kone shë sërtas shkripështu, për në ajo, edhe aja pa 2 vjetë e ka tek, i ka marrë 8.000, i ka pastor, i ka marrë, ka nërë, për në kanë zonë e pleshtit, e nërë të e kanë po ato në këtu. Ata pleshtit që pak ma sakru, se e vish mitë me konë që të mitë me alësit, so të përgjë. E qështu, unë për aty jetë, në kanë marrë neve 22, në kanë do marrë shishë në akma ato, në kanë qunë, në kanë traktorët në vlaut, në kanë qunë një këf 7 dikëpsit. Unë këmë do që neve për nga misën për fatës që shkonë në kanë rejtë, dështë në... Nuk kanë torturu? Torturu, rejtë, mos vetë. Më që pandë në i kejnë thonë shumë se sot më thonë që ashtu thamë së në dëroj për zaharat të pëtej. Edhe mas aty pas të kush në kanë shumë stacion drenasit polici. Kërë ka shumë polici ato, në kanë rejtë gjithë nautën. Ato i shikonë 400 kusur vetë, të kanë zonë për tjera fshata të bukatar. Edhe të nestrit, më gjithë në listë ato që i më konë shtarë. Shqipotisat ata krejt ato, edhe të nestrit, më shumë bërë. Në një këshi, një parja kuki ka vdeka që të përshpinë. Për një së dive neve në gjithë në listë, në qonë bërë, ta që i ka mërë të dy dritë, i ka më të tërtuë, i ka në ropë, atë i kështë patë shumë. Unë e këmë nëjtë bërë 7 muaj ditë. Ndërko, në bërgja, shu që e me më vizitua, e kanë vidu nga më do ditë më në vizitua, dhe vishë bërë në vena ku ka pak bëk, e do të skeksa së në oshën asë bëk, ta në ka më gjallë për shpije, që vishë të dio, ka i vizitë në oshën të keksa, më ishë strukturishë dhe kështë atë thot që thëshë ta, gërë bia thot, ta, të në më shpirtin.
Sa ta oshin I Trëbruk, gjallë veta doshin ditje një gjallë vetë dojnë, gjallë vena një buk, qka dhe aty, qërë të vishin, veç e lyshin sa honin, sa me bo palasët, veç me hon pa qësë qërë. E shashtu, mas 2 ditë më kanë shumë në Libjan. E kanë shumë në Libjan, gruja, mund me nashtëm që do me full fjallë mami me të kalzu. Na tregoti, ose me të shoqim flasim, shojmë. Po, mund po në Prishtinë ka thoja në Prishtinë Lipjan. Lipjan je 100% një mujt disë mujt mund gjithë edhe ka ardhur këtu si propagandash, do thonë këto fjalë kanë ardhur që jo I kanë marrë ata pe I bolë I ka çuar në kafe çato ditë I kanë janë kafe 40 vjet kafe ka vinë ardhur për shqipërie, janë myt do janë pështokunën. Tash I shpëthoj që vallë se I kanë shok ta dërgosit I kanë veshë të shtrisë edhe I kanë përshkatuar atë kafe, po ai se ka ato pa propagandë, ka qenë atë. Tash kjo me dava ka më ka gjetë, mbas në një ditë më ka gjetë janë bol Lipjan. Edhe kena nata të bol Lipjan, dhe I ka nata, kur I ka nata. Që a pse ko çipi galeshi. Na Lipjoni është na thon galeshi. Po. Burkin e ka thonë galeshi, ne ka po detor pe Lipjoni, ka po kur 28 kur I ka rënë, nata më 24 mars. 28 kur I ka rënë Stina se sojt antenës të telefonit, I këna po në vetë ka afraftim. Po. So kryje ma 10 minuta në kanë orë, poshta për serve ato, në kanë hina për dhe, dështë në metër në rrej. Të në hako këni servit, këni gramel, këni qëkin, kina mi të krejt, të shqytë sanësh. Edhe vishin e janë gjishën dritorët do hekra, se të se që doli nga për dritorë, që ka di që kanë me nëmë, ta mos më mujtë me dojnë. Në kanë mojtë ato dhe me 6 prill, në 6 prill në ora 12, a orë, ka thirë në milisa, ma da nësejnë, hajde me që përqyrë me përshkatë. A që të kodare ato që ka gjarbetën në shtati, në qunë ndërë, ka pisë në matë një të josh ato, njoni këtë përshkatëm, njoni e fivron që të, njoni e filshojna, ka shkojnë binë pritë të ta, që të binë pritë policisë, të letat bukës në dhanë, njoni këshi bili ta me në omën dhe letat, që për nërshën i tha, jo, tha, na përshojna me vitë që letat, finon në ju. Ma shkurt, në matë një të jorë, në qëllën dyrë, ka shkojnë që atat, në shumë shumë për Prishtinës në lanë, tha jekë në për një fjollit më shku. Edhe e reporterin në automatat, ata një bosh i shtu neve në automatat, unë ishte se ma një bosh i bityne, se këtë bosh 45 vjetë atëherë. Edhe vështë që përshisha finë ku për anëzëja, që automatat reporterin, isha nejt, në që të me në përshkatu, që ashtu, të po që shku, më shkurt nuk në përshkatu, edhe në orë të një mëlli, në atë burë të më nëllë, që në hinë, ishë ko halja do refugjatë të nësa, dhe në hinë një shpit një unët, ishë ko më plët ato refugjatë, të vijë dhe o, burë të shpasiq, e në janë një djoli ri, në ka dretu ka më shku, se shkëshu në veqja 200 metra, se më shku të taj prune ato, në më ranë punkt, të shtrisë dhe ato ishë likvidu. Po në thakë qështë ato në fshesë ato ka punkti, në ka mu në ka qitë në një gëvarri që dhe në ka qitë ja 2 kilometre për aty që mësë më me në dishinuan ata dhe që bashkëtator aty që ka mundë. Shto që në orë 5 ditë këna mujtë me orë se gruja e me në rëvë me të kalzu. Kur në ka dje këtu, ka shku të një vazhane këtë pas të rëbëllu, e ka su shpinë, ata e ku në Gjermani. Po ja ka su shpinë, ka mërë një këshia që qesat e dhe t'villit rinë. Shpirtur ato se shërbëllova nga të ndrenosit, ato ka thurit nga të qëtiti nuk I kanë frejpart. Po, ja. Se të më gjatë dhe këtu të shëshim gjatë ko ka net ndrenas që ka të shërbëllova që asale. Ta shqip 5 ditë këna bote këna orë, mas në shabi në të taku kështë në shërburgit, në të taku më shqipin. Ta shqip në taj në orë, në ka hodhë që sërësh. Me shma shkos pështu, që kështë pas dikën. Këtash, kër në ka qunë të këtë gjithë, arru me ka zu se pahrën njeri se 26 vjetë edhe ka njës pak me nalëshu edhe me mërë në shka. Nga ka lëshu edhe me një pa me rakë. Kër në ka lëshu atë në traktor drejtan një sejnaj, në këshi që të koshpin, 16 qarë e kanë për me thikë në shënime. Midis traktor i bigrati vërët,
Ja ka ish krytë si kërpulles. E pse ata e veçun veç mas përveç? Po ata qërë kuna ka qulli kosti shiko shtria regullt, edhe shiko paralitor e miljes telefon ato kësh pas. Te i ka thoshe këtë ushtria Jugoslavisë në nërë në kost atë në shtatë. Ta shi ta ushtria regullt, vërishë ka pak me në mbërujt, po ata paralitor, rëksh me zëjt ata. E një për tini ka kësin traktarja ka, aje kompetative, ja ka ju. Ta shi për atë vitë në ka zhditë në më tokë, e në ka rrit një kamion, ata për aljo atë djallin. Masi u kri fënziva, mas në 2 ditë e kanë qetë një kostë, e kishë kohë dëzoll atë, shë për shtumë qia djallin zollë një kostë. E kanë qetë tash mas 2 ditë, a mu i prejnë pëtë, se kërpuri që prisë, lësë lirë e kanë prejnë. E të mërshme. Edhe një këshqip e neve një zëmeri, në Borgë, kërë ka shumë të stacion policistë, kërë ka shumë tonë, ato kanë rejport, se ka po zollin 7, e tash i kështë pas e... Hetu e, kanë në rënë. E kështë pas... Zbëllu që ka po zollin 7, shirë, gjolli, dhe kanë rej, që i kërë i kanë shumë ata, kanë shumë kanë e kanë një kështë tonë për herë. E ata kanë shumë mas robi, një e kanë shumë dërë, një e dë, ta ata të mas robi, e dërmon fort edhe s'ka mujtë me esë, u dollë para komunës, të mësia me komunë janë rëkt në Drënas, u dollë para komunë, thonë që ato o metë edhe mo u deka ato. E kanë morë ato gjenozën e tina, e kanë qonën mas 2 vjetë, 2 ose 3 e kanë qenë Prishtinë në bërë, mas e kështë pasu në Prishtinë, qka kanë mushtë të kanë të bojë, kanë qonë Prishtinë, në vend Prishtinë, kështë pasu të bërë masive, ta shikur i kanë gjithë, me atë obsesori që japon këta vjektë, e kanë zvalju që orë zëveri, është të bërë të në dhaj, është të fshatit tonë, për momentin nuk e nëse ka pas zvaljum. Atën që janë viktimas, 1600 viktimas, ditë kush për janë. Shtë fshatit tonë, janë të viktime, po është të mirë që vili që ata që e divu kanë familin në vetë, atën vorën në mund, në shkome shumë një do të ugë me të kujtu kësani, a shumë më kesh për e vakë në tema që ata që si di kuj ka familin në le, është shumë rafteron, në mund se vetë më spëtit as ka shkoj, po që me bo këto lufta qko dikush lufta sëta dikan e sakatale dikan dikush të pak ma letë, po si kur t'i këshimit në qatin tonë 85 veqë janë, 85 familje. Ka një, ku më mirë se dikan 10, dikan 5, dikan 3, dikan heqë. Po më mirë më prej krejt ka pak. Bili më prej ton ka pak, ja di dhinë pak ma shumë. E mirë atë kishë, se ase mirë nuk është kjo, po. Jo, vesh një, pa të përmeni. Unë më dhe shote mas lufte, apo të marrë këtë pak, mas lufte. Orë karitasë vitës me në mënu të shpia. Unë e këmë dhejqë ato, në kam mënu 106 shpia 5.000. Unë zotë të karitasë vitës. Edhe kërë në shkote deli jajtë, që më ka përmen aj, haqëre, thaj i mërë delis, tha, shpia tina, thaj i mërë delis, mi marë unë, tha unë soliter, thaj, një soliter Prishtinë, 12 katë me mërë, tha kërë një jesë, tha më fajkin oqë. Tha po një pshatë të bëjtët me në koraja, me respektue, aja që tonë tha për të juve. Këti pësënia se vinë mo, unë tha, jam në një shpi, vinë mana, e shala kërë familja, këtë i banë. Tha po kënë jetë, 10 pulja mi jamit një jetë të shumë, jetë të në familjes. Kështu që atë për të më honën që na nuk përjadim që shujt atyni që kanë dha shumë, pak për respektove në këndikin. Tash më shumë... është një realitet e dhëmshëm. Dhëmshëm, po që me bon, dikush ka pas rasën ma tranë, dikush që unë për veti këm djekë bëllë i reja në sanë, po apet jam gjallin të më dërgja. Edhe sa këj këtë këtë bili gruja për në gore me mu për sa aja përdojë dhe losën së përdojë rishë losë. Mashallah, sa mirë. Aja, për që për aty të kanë po hajë rejtë, duke të kanë një këtë smuët. Tu kanë bosh nërë. Ja, këtë smuët për të kanë një këdheja. Tu kanë bosh nërë. Cilat janë disa nga figurat më të shjuara që kanë dalë nga fshati Abri? Figura dëshmorës, udhëhes, që kanë dalë nga ky fshat. Fshati në Abri janë familja e Jahedematut, komandant ka qenë, ka dhe shumë, këtë 4 vazë, këtë 5, 4 gjallë, një ka përdeve të shmërë, kanë përshin luft, ka parën familja e Isa Gjemolit, Muharrem Gjemolit, familja e Merdelis,
gati Po, masakra. masakre të Delis, Emir Delia e ka edhe vetë ushtar, po ka pas një masakre shumë të madhe. 23 antar familjes Delia Gjan. Gjagjës që i kanë mytë. Ama veç familjes Emir Delis janë 11 antar. 10 vetë edhe motër ka qëllu mësafir motra e babës. Të jina dhe 11 antar, veç si fshat jina koni shkatron luft totalisht. Kështu 99% shpisë së konë shkatron. Këtë dishta, këto që ko përsheni këtu, i pasartë me thotë që hënë këtu, ka sapone së kështë që përshuëm në televizorat e gaza që kanë përshafë. Bac, a ke pas në herë ndjenje në frikës, kur të kanë marrë ushtria serbe që s'ki më këthy ma të familja jote? Ja, Çfarë përjetime, çfarë ndjesish ke pas? Unë qatë që në ka dhe po këtu, unë kom di që tonë që shumë s'ka më pështu. Se kom di që këta i kanë dhonat për këtë kush dë fshatë. Po, fati shko pështu, frikë, ju frikua me të kaldu drejtën dhe me dërtyri. Kërë me dërtyri, më basi shkrit mos të po të heqki. Qashtu po bëjti një adejna, se unë më ndukta që kuna porë të për në përshkatojnë tonë, va ditë në shtu dhe të vetë në karmi, në këshirikme malta mota, në me nushin në gramet me krejt, ishim vjetë 200 vetë atë, me nushin tonë për në misri, po nuk i shkonë qashtu, qështu më në të thamë dhe ape, thamë që për përshë e përsërita që e rasti dhe lija, ndashta ka qenë fati jo që në nga i kujdu. Shati më të kaldu dhe shati e bri i ka pas, i ka 85 në rëmë gjëftë. 13 janë të shmorë, 13 të shmorë janë tjerë që janë viktima. 85. Po se desha me pyt, po masakra 30 marsit 1999 se familjes Muliqi? Masakra të familjes Muliqi, për ta pak dimet kalësue, ata ishin në kanën Turshili fshatë Skënderajt të irat. Po, Turshili Skënderajt, po. Fshatë Turshili Skënderajt. Ato ishin kanën ata. Strehum, adin në ata. E kanë shku, i kanë rëdha kanën forsa tërbe, e kanë do mashit. Pej, qka ka rëu, ka dhe qiga, e kanë qonën Skënderaj. Kanë mojë stacion policis, dhe gjithë natën, din Saba. Saba e kanë shonën, kanë rejkën me të rëtanë dhe din, ato kërë vjes dhonë, se dhe. Edhe i kanë shumë Saba, edhe kanë thonën, ata kanë ishme shkapet të shirë këmë pas familjen, të shirë thirën në qatë. Po nuk e kanë lukë, ata i shkoni shtatë asfaltit për drenas Skënderaj, dhja, aperonë. Në ashtë dhe në rafti ku i kanë përshkatua, për një ku i kanë shumë. Jo, pra ne po ju pës, tash mund të madharojnë pak qa dini për masakrën e familjes Muliqi. Ata familje Muliqi kanë shumë, ka honë jetë shkojnë qësakë. Ata tash të me janë asfaltit, rëkë për Skënderaj i paljatit, në Skënderaj i paljatit, është një betani ka ta, ka shkojnë ka betani. O ku rruga, po tash dhe betani, po mos më shef rruga, dhe ka pas betani. Ka shkojnë ka betani, ata sa pas ka me bo, ka betoni, kanë ato janë ra, në pritë që kuna që qashtu kanë mendu ata, se me qëllimi ka qitë me shku ka betoni. Ata që i kanë po, i kanë përshkatu që ato, që kanë një ma bëjtë vati, kanë përshkatu, plus edhe gjenozët ja kanë, ishtë pas marë për atyjit, i kanë quë, ishtë pas varrës në prekat, me gazë dhe ka gjithë ata mas 5-6 dite, mas lufte, i kanë gjithë prekat, vërë masem, i kështë pasështë. Ato i kanë këthy këtu në fshatin... Ty ata që i kanë marë, i kanë këthy, misli kanë gjithë, ja ka bojnë pësësurin, nëse pësësurin se kështë mas gjohë, se alja të isha të ishin konën, fillim mas lufte pas 6 mujve. I kanë gjohë që janë lojgjës këta familja vetë, në shku i kanë varrës me Delijat, i kanë bashkë. Po, i pashë se kur erdha sot i kanë bashkë me Delijat. Ata në 99 në një tjetë. 99, po 30 mars 99, se në ashtu të kanë dhënë masakra. Bac, a ke një mesazh me ju thonë këtë shqiptarve? Mesazhi është që më mujtë me kohët bashku, me kohët një vend, mos me kohët për qabës vetit, se pa luhtë më të bashku më kënë vëshirë. Andashta që la kohët të kupumë, as po di, mos luhtë, ka dëshu sa në shumë. Kërka si jema? Kërka heqë. Në ka hup rruga, po thunë e bara? Në barë, në ka hup rruga. Mesazhi jam, duhet më konë të bashko me dashë shojt, la me ditë, la mikin, një aranë, në dosti se befir me konë këtë një fjallë, se në hala, në ashtë pavarën, në ka përmërbota një që në për shtetë, po shtetë
original, hala nuk i kemi, hala kemi punë me Servina, kemi tërvisën si Palestinës që na kalonën. E vërtet është. Është plagë e jona, plagë e akoma jona si Mitrovica. jo që Kosovë, është edhe Shqipërisë, ke shqiptare. Talenta është plagë e jona Mitrovica akoma. Kështu që me këtë bashkum, ma kallaj arrim të dy shkopit. Me këtë person, armikë, që i ka desh, me këtë person të vetë. Ata preta e. Po. Bac, faleminderit për kohën. Po, nështë si më i kënaqur me intervistë. Jo, më vjen keq. Ma shumë, sa të shkaj dita. Me thonë, me thonë shumë, po lufta i që këna përjetu, duhet Nuk marron dy ditë. po, duhet. Po pak se ma kërësore, Duhet natë gjatë dimre. Që të piti që bika vonë si shkurt, diçka kom thonë. Ja, janë shumë dashme. Bac, faleminderit për kohën, faleminderit edhe për kafen. Shikues nderuar, ishim me Bacin Ramadan këtu në fshatin Obri e bashkë do të shihemi në episodin tjetër dhe për më shumë qëndroni me ne. Në udhëtimin ton mes fshatit Abrije e Epërme, pam më shumë se sa male, shtigje dhe oborre. Pam histori, dhimbje që ende flet. Abrija e Epërme na tregoi për plagët e luftës, për masakrat që s'mund të harrohen, por edhe për qëndresën që u rrit mbi gjakun e të pafajshmëve. Abrija na dha zërin e jetës së përditshme, punën e tokës, përpjekjet për të ecur para me rënjë nga tradita dhe syt nga ardhmja. Abrija është një histori krenarie, e gdhendur në sakrifica, por edhe me shpresë. Nga Abrija e Drenicës, e zëri së shkuarës na fton të ndërtojmë të ardhmen, me dinjitet, me punë e me dashuri për vendin.